kryemi të pjesa që tani arritemi vetë edukohemi, zhvillohemi të gjithë na, që jena edukue dhe kena mri në një stad të zhvillimit tonë, është shumë e rëndësishme që t'i hapim syt për brezat e ri edhe të mendojmë për pjesën e pasojave. Muj me thonë që na jena brezi që kena kalu në për pasoja, por nuk do thotë që këta të ri që vinë pas neve nuk janë të e kalu atë pjesë. Kryemi të pjesa edukimit, çështjet e edukimit të hershëm janë prioritet dhe janë shumë të rëndësishme. Për shembull në vendin ton, edukimi i hershëm nuk është bazik, nuk është me prioritet në renditjen e shkollës. Është pjesa për shembull e qerdhës edhe është pjesa parashkollore që punohet kryesisht për paraqitje në rrjetet sociale, pas pak për mirëqenien e fëmisë. Të gjitha këto janë elemente që lojnë pasoja, që gradualisht fëmijën e përcjellin mandej në shkollën fillore, në shkollën e mesme tolte kështu me radhë. Mandej kur jemi për shembull kur kalojmë në familje, shumica e prindërve e pëlqejnë këtë paraqitje në rrjetet sociale, se shihen punime, shihen aktivitete, lojna, po asnjëherë nuk shihet pjesë prapa skena se si kanë arritë me realizu fëmijët atë lojë. Askush nuk e sheh që një fëmijë se nuk ka ditë me lujt mirë është anashkalu, edhe është qitë me një kënd ku nuk e kap kamera. Askush nuk e sheh që një fëmijë nuk e ka bërë vizatimin e bukur edhe ka marrë një koment për mësuesës ma të thjeshtin të mundshëm, sa s'pas ke bo, që për fëmijën është shumë e madhe. Për mësuesen mundet edhe edukatoren mundet edhe mos më ju kujtu në atë moment që e ka folë, po të fëmija lën gjurmë. Janë të gjitha këto elementet që mblidhen edhe bohen shkaktar që në të ardhmen ta kemi një pasojë. Nëse na i referohemi bazës, do të thotë edukimit hershëm, nëse na mundohemi me qenë profesionist sa ma dej në zhvillimin e mirëqenies fëmis, pa diskutim që kena me pas nxënësa të mirë, të edukuar dhe të sjellshëm. Po aktualisht nuk jemi të e bo. Aktualisht jemi të fokusu vetëm të paraqitja jashtme. Mirëqenia fëmijëve është e pa diskutueshme, do thotë është zero. Nuk i fusim të gjithë në një rang, se ka dhe prej familjeve që kërkojnë mirëqenien e fëmijëve, mirë po flasim për pjesën ndërmuese, që e mund, do thotë për masën ndërmuese që e mund pakicën, që e mund atë pjesën që mundohen me ngrit zërin me kërku për mirëqenien e fëmijës vet, po hasin në gorsht se është rregull i shkollës, në fakt ai rregull nuk është kërkon i shkruan, ose është rregull që ka ardhur prej drejtorisë, po nuk janë rregulla të shkruara, nuk janë rregulla që zojnë vend. Kështu që nuk mujmë u bazu në fjalë të shkat kanë thonë sot dhe dje, po duhemi u bazu në rregulla dhe duhemi u bazu në mirëqenien e fëmijës. Unë çdo herë mundohem ngrit zërin në trajtimin e adoleshentëve. Ata janë në një fazë shumë delikate të jetës tëne. Të gjithë na triturit të dijmë se kena qenë edhe vetë në atë periudhë. Edhe është faza ku ata halojnë të eksperimentu me vetën e vetë. Është faza kur ata mendojnë që janë të ditë gjithçka, mendojnë që nuk na jena të prapamete, nuk mujmë u krahasu. Është fazë kalimtare që kalon shumë shpejt, po gjurmët edhe pasojat i ka fatgjate. Për çatë arsye unë mundona gjatë gjithë kohës që ta diskutoj me kolegët e mi, që ta diskutoj me mësimdhënësit,